Si të përgatitesh dhe të fitosh një intervistë pune në anglisht. Një gabim që shumë njerëz bëjnë kur përgatiten për një intervistë pune është që mësojnë shumë fjalë, lexojnë shumë pyetje intervistash dhe madje memorizojnë disa prej tyre. Por të gjithë këtë e bëjnë në heshtje. Ti mund të dish saktësisht çfarë do të thuash, por nëse nuk e ke praktikuar me zë, e folura jote gjatë intervistës mund të tingëllojë e ngurt, robotike dhe jo e sigurt. Ja çfarë të rekomandoj të bësh. Lexo, dëgjo dhe përsërit fraza të plota. Kushtoj vëmendje ritmit, tonit dhe mënyrës si lidhen fjalët me njëra tjetrën. Thuaj të njëjtat shprehje 10 herë nëse është e nevojshme, derisa të ndihesh rehat dhe i sigurt. Mund të jetë pak e lodhshme në fillim, por kur të vi momenti i intervistës, do ta kuptosh që ja ka vlejtur plotësisht.